Përshëndetje të dashur miq. U bëra pak nostalgjike dhe vendosa ta ndaj me ju. Është ai momenti kur mban diçka në dorë dhe kthehesh mbrapa në kohë. Pikërisht ajo më ndodhi. Po mbaja ekstraktin e karafilit në dorë dhe shkova shumë larg. Mendja shkoi shumë larg dhe më kujtua që në dollapin e vjetër të shtëpisë mami mbante një kavanos të vogël me disa kokra karafili. Dhe sa herë që na vinte dhëmbi, kpuste pak nga këto kokra dhe na e vendoste dhe ne me njerë flinim gjumë. Po, mbaj mend kur shkonin në fshat të gjyshja, kur hanin diçka të palar, ndonjë frut apo s'di se si, sa po na fillon një dhimbje barku, gjyshja na bënte një çaj karafili dhe ne e pinim atë dhe e flinim. Dhe po mendoja, shkenca sot thot që ekstrakti i karafilit përmban 65% të eugenolit, i cili është një përbërës shumë i fuqishëm që lufton bakteret, myqet, pra është një anti-inflamator i fuqishëm. Dhe sa e bukur dhe sa e mençur nga gjyshet tona në kohëra shumë të hershme e kanë ruajtur këtë zakon dhe e kanë trashëguar si një traditë që besoj dhe ju në çdo shtëpi ka qenë një kavanos i vogël me këto kokrat e karafilit. Kjo është natyra që ka folur ndër shekuj dhe njerëzit e kanë marrë, e kanë përcjell, e kanë transmetuar me thjeshtësi, pikërisht në momentin e duhur dhe për gjërat e duhura. Kjo na bën bashkë me natyrën, shekujt, kultura, tradita dhe e sotmja. Shkenca sot i thot, dikur të motshmit nuk kishin kaq shkencë, por kishin praktikën. Prandaj dhe natyra është e bukur dhe ne gjithmonë duhet ta thërresim atë për problemet që mund të kemi.